Ndarja nga jeta e Recep Metës, babai të kreut të partisë LSI, Ilir Meta, vazhdon të mbetet një nga ngjarjet më me peshë të madhe emocionale për rrethin familjar dhe miqësor të politikanit. Ndonë se zyrtarisht humbja u përjetua në privatësi të plot nga familja, burime të ndryshme dhe zëra pranë rrethit të tij të afërt hedhin dritë mbi faktorë që ndikuan në përkeqësimin e shpejtë të gjendjes së tij shëndetësore. Përveç moshës së thyrë dhe konsumimit natyral të organeve, faktor kryesor në raste të tilla, mësohet se në muajt e tij të fundit kanë luajtur një rol të ndjeshëm dhe tronditet e një pasnjëshme në jetën private dhe politike të të birit. Stresi akumuluar nga zhvillimet e bujshme dhe veçanërisht lajmi për ndarjen publike mes Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit pas dekadash martesë ka shkaktuar një rëndojës të madhe psikologjike tek Ati. Kujtojmë gjithashtu që te Ilir Meta gjatë kësaj kohe ndodhej në burg dhe kjo gjë ka ndikuar rënd tek Ati. Për një figurë me traditë familjare, krizat e një pasnjëshme familjare dhe presioni mediatik rreth jetës private të fëmijëve ndikuan drejt për drejt në shëndetin e tij emocional, çka përshpejtoi dhe rënien e tij fizike. Burimet vijnë me dije se këto ngjarje e kishin prekur thellësisht Recep Metën, i cili gjithmonë kishte preferuar të ruante një profil të tërhequr dhe larg vëmendjes mediatike. Ndarja e tij nga jeta la një boshllok të madh të afërmit, ndërkohë që familja Meta mori mesazhe të shumta ngushëllimi nga figurat e politikës, shoqërisë civile dhe qytetarë të shumtë. Ceremonia martore u zhvillua në mirëkuptim të plot mes të afërmeve, të cilët zgjodhen të ndërojnë kujtimin e tij mes respektit dhe memorjes familjare. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Cili mund të qenë shkaku i vërtet i vdekjes së Recep Metës, babait të Ilirit? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit!